kush t'heni pari në shtëpi ditën e parë të vitit të ri, dhe më thonë me 1 janar, a do ashtë thoshin fëmi, me ken, me kamen, me t'hejt smar, dhe më thonë, edhe, ja, kush po hene, edhe në kam djatë. Mo siguru të anë kamen gati për me hi, dhe më thonë, se si me hi, ka ken zakan i lezeqëm, që unë Allah kësaj ditët e bëj. Ja, kërës të thonë këtë që gjithmonë në Shkodër njerëzit, të që kanë pas shtëpia private, kanë majta kaj pul, kaj gjel, sidomos me i pas për festa, me ashtu festa, me myji pul, me myji gjel. Më thonë, për para festave, o do të mi myllë kotesat e mirujt pulat, kotesat e pulave, ishin të hajna, hajna pulat të vjeshin, e vjeshin pulat fikshin, të leshin po... Preman? Si preman. Sidomos para festave se shiqen. Unë kam pa pulë më, përse s'kam pa si o doshin mi lidhë para... Para mi lidhë pulat me sinqerë më e po, o do të kotesat e pulave, sash, me lidhë pulat më të... Me lidhë pulat, po jam e vaj. I myllshin pulat në No. Dhe më thanë kotesin, me rujt kotesin. Marko i kishin rojen e pulave, për mos në i vjallë kush. Edhe dole një si homar, në atë kohë, i kishin pa vjallën e pulat. Edhe hajni, i kishin lanë kartolinë. Kësuar vitin e e prema? I kishin shku kështu. A kishin pas 10 pula. 10 atje kishte vjallë? Edhe kishin shku kështu. Po atë 10, mora 7, e të lash 3 gëzuar për shumë vjetë vitin e ri.